Përshëndetje, pas 2 deklaratave që bëra mbrëm në protestë, pres çfarë do lloj sulmi. Dhe i bëj thirrje Smagut që të verifikoj gjitha pronat nga Leriu, në Palas, në Jan, në Samim, të cilat janë të lidhur ngushtë me disa oligarkë. Aleksandr Fangaj, Artan Dulaku, Alban Gjillaj, Artan Gaci, Mirela Kumbare, banorët e Pallavit që u dojnë mëshirë të fatit. Ndërsa Armand Lilo vazhdoni që ndërtimin e kullave në Tiranë. Fakti që Rama dënon marshimin dete mbi kalimin e Rinasit më plotëson si njeri dhe për mua është një medalje. Marshimi ishte i llogaritur dete mbi kalimin e Rinasit dhe turma e aprovoi rrugës atë. Sakrifica që bëm tregon vendosmëri. Aty erdhën njerëz të pa identifikuar që me dhunë morën turmën drejt Rinasit me thirrje Rinas. Koha do të tregoj gjithçka siç tregoj për Akshin, për patronazhistët, për Timsin dhe aktivistët. Sot edhe më shumë.